Shërbimet e policisë kufitare në Morinë në bashkëpunim me detyrimin vendor të policisë Kukës kanë arrestuar një shtetas 35 vjeçar nga Kosova, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet norvegjeze gjatë kontrolleve të imësishme në hyrje të territorit shqiptar që synojnë goditjen e paligjshmërive në kufi dhe ndalimin e personave që tentojnë të shmangin drejtësisë. Policët kufitar kanë ndaluar 35 vjeçarin sapo ai kishte hyrë në vendin tonë. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, ai ishte shpallur në kërkim nga gjykata lokale Sor Rogaland e Norvegjisë për veprat e penale, vjedhje me dhunë dhe plagosje. Në momentin e verifikimit të dokumentave, pasagjeri është identifikuar përmes sistemit Teams dhe bazës së të dhënave të Interpolit, ku rezultoi se ndaj tij ishte lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar. Menjëherë pas konfirmimit të dhënave, ai është shoqëruar në ambientet e policisë së Kukësit për veprime të mëtejshme procedurale. Interpol Tirana ka nisur tashmë procedurat e ekstradimit në bashkëpunim me autoritetet homologu në Oslo për dorëzimin e 35 vjeçarit në Norvegji, ku do të përballet me drejtësinë për akuzat që rëndojnë ndaj tij. Policia kufitare e Morinës thekson se kontrollet në hyrje dhe dalje të Republikës së Shqipërisë do të vijojnë me intensitet të lartë me qëllim parandalimin e tentativave për kalimet e paligjshme dhe kapjen e shtetasëve të shpallur në kërkim ndërkombëtar.